Të jesh vreshtar nuk është thjesht të jesh fermer. Për dallim nga vreshtarët, shumica e bujqve të kulturave tjera kanë më pak punë dimrit. Ndërsa vreshtaria është kulturë bujqësore që s'pushon kurrë. Në dimër me gërshër në duar e në verë me djerës në ballë, vreshtarët kosovar punojnë një vit pa ndalë. Vera e kuqe apo e bardhë përpunohet në bodrume, por gjithçka nis në hardhit e rrushit në ara. Krasitja dimrore, lidhja në tela, spërkatja, pleherimi, ujitja, vjelja dhe në fund transporti është agenda një vjeçare e vreshtarit. E për këtë punë, vreshtarët subvencionohen me nga 1.054 euro për hektar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ferhat Dërguti, familja e të cilit merret me vreshtari prej 3 gjeneratash, thotë se po të mos ishte ky subvencion, nuk do të merrej me këtë kulturë bujqësore. Nëse Ministria ja hjek subvencionin, që është 1.050 euro për hektar, a keni hesap me punu që tokë? Hesap na s'kemi edhe kështu, po në kalmet që tu e tash s'kemi çka me bo. Aq milion kret. Këtë vlerësim nuk e ka vetëm Dërguti. 2 kryetarët e shoqatave të vreshtarve, Habib Dina nga shoqata kultivuesit e rrushit dhe Hamid Makshana nga shoqata vreshtari, thonë se këtë kulturë bujqësore po e mban gjallë vetëm subvencioni. Jo, nuk mundet. Ta shpjegoj. Nuk mundet për shkak se subvencioni prej 1.000 euro për hektar është që 10 apo 12 vjet. E ju kërkova ndjes. Do të thonë prej që saj kohë subvencionet janë rritë vetëm 5%, 50 euro. Ndërsa kostot, nafta, fuqia punëtore ishte diku 15-20 euro, tam ish 50 euro. Do të thotë, pa ndihmën e subvencionimit, bujku nuk mund të punoj tokën. Sepse i duhet një vit të tërë, 365 ditë, të punoj për të arritur të një prodhime dhe të shes me një çmim 40 apo 50 cent që do t'ishte e kënaqshme. Ndërsa me këto çmime tash 30 cent, 20 cent, kjo është diskriminim, shkelje, si dush thuj për fermerin, kjo është shkelje si nga ana e shtetit, nga ana e përpunuesve, nga ana e kretë. Edhe pse shteti e ceka ndihmon në subvencionimin e sipërfaqe me vresht, mirë po edhe në subvencionime për prodhimin e verërave. Mirë po diçka këtu nuk shkon. Ta zojna që Ministria së dinal subvencionet, a vazhdoni ju me punu tokën? Bërbes, ndoshta ka ndonjë fanatik këtu që ardhinë e rrushit e respekton si kulturë të shenjtë. Mirë po është problem. Gjeneratat e reja asë që mendojnë më marrë. Une personalisht vetë jam të e punu me bashkëshortën time, vneshtin me ndonjë argat kështu, se nuk ka interesim, edhe kanë migru shumica për jashtë në perëndim. Nga kjo rezulton se fitimin vreshtarët nuk e sigurojnë nga shitja e rrushit në treg, mirë po ky fitim vjen pikrisht nga subvencioni që marrin nga qeveria. Çmimi i tregut rezulton të jetë aq i ulët sa nuk siguron të ardhurat të kënaqshme për ta punuar si kulturë. Pra, sipas bujqve, vreshtarët punojnë për kompanit private, ndërsa fitimin u jep shteti në formë subvencionimi. Çmimi ishin më të lartë se që janë tani. Do të thotë, çmimi më i lartë ishte 50 cent, ndërsa çmimi më i ulët diku 20 cent. Cili është çmimi aktual? Çmimi aktual mesatar është 35 cent. 30 cent mesatari. Kur ja shitni rrushin podrumit, a ju njoftojnë paraprakisht për çmim, edhe a e merrni vesh apo e merrni vesh masi që të dorëzohet rrushi? Po, shka me marrë vesh, se qaj çmim është. Qaj çmim 30 cent, 40 cent, klasit parë, 30, 20, që dy parë është. Të marrën vesh, i vim mas luftën që ta çmime. Por këtë vit, për dallim nga vitet e kaluara, pranvera pati ngrica. Kjo bëri që rendimenti i rrushit të bie dukshëm. Në ekonominë e tregut, mungesa e një produkti në treg e rrit çmimin. Por përkundër mungesës së rrushit këtë vit, çmimi i përcaktuar nga kompanitë e verës nuk ndryshoi. Për çmimin e rrushit, betimi për drejtësi pyeti shoqatën e vertarëve Enologjia, por shoqata dërgoi një çmimore të rrushit, e cila tregon se 17 variatetet kanë çmimin nga 20 cent deri në 45 cent për kilogram, ndërsa çmimi mesatar është 33 cent për kilogram.
Përkundër ngritëse, përkundër mos sasisë të rushit, do të thotë mungesës të rushit, përkundër dëmeve që kemi pas vitin e kaluar nga thatësira, prapë vazhdon i njëjti problem. Do thotë për punuesit nuk lëvizin me çmime, pat apo nuk pat rush, do thotë çmimet janë të njëjta. Kjo është një paqartësi, është një paqartësi shumë e madhe. Çmimet e ulta, s'kan rrush çmimet, çto çmime janë. Pimas luftë. O imi jetë edhe na gjenerate që kjo gjenerat që im se për të rritë mund për shot mitë që tash me zërë jem kajasishnë, se s'pa dojnë. Pse s'pudojnë? Se son shmim, a i gora pa shkojnë argat parat, 50% për mi merë vjelja. Më bjerë mbajtja, një vjetë shka me marroni. Nuk jam për mas me bon qërësi në rrushit, unë jem me ma pagu njërësën. Se s'pa dojnë të rritë mu, s'dojnë mu, se ku të vjerë sa për i merë 2.000 euro një këtjerë, 2.000 euro i merë mbajtja. Shka me po me to? Që to që i ka dhenë thaqë atëherë, janë ra si kanë zërë vlerë, se pas konë që to motiv të vlerë si që në bo. Qysh po shihet varietetet e verës, janë të shku në zhdukje, në shkullje, dhe mas shumë të fermerët e mbjellin 50 ore ose 1 hektar vreshta me rrush tryezës, edhe nga i prodhimi i rrushit tryezës, ndoshta del sa 10 hektar me pas rrush të verës. Me 30 cent, shka dhe me bon ai fermerë.